me flisa. E shkurtër, po e bukur. Fermer, aga ju jep mundësin të gdhendi një kujtim nga eksperienca në ferm. Të gdhendi. Në ambientet e vilës ju pret stafi specializuar Heavy Ink, një ndër studiot më të njohura dhe më të kërkuara të tatuazhit në Shqipëri. Me bazë në Tiranë dhe në Shkodër, Heavy Ink sjell mbi 15 vite eksperiencë në industrinë e tatuazhit, duke ndërtuar një reputacion të fortë për cilësi, profesionalizëm dhe vëmendje ndaj detajeve. Me eksperiencë disa vjeçare në stile të ndryshme si realizëm, mikrorealizëm, fine line, conceptual work, black and grey, Heavy Ink krijon tatuazhe të personalizuara që tregojnë një histori dhe mbartin emocione. Sot në ferma VIP Heavy Ink përfaqësohet nga artistët Fani Tattoo, Ditmar Dani dhe Esart Emrullaj, të cilët do të sjellin nga afër eksperiencën, kreativitetin dhe pasionin që i karakterizon në çdo punim. Faleminderit, ne kemi peshkun, ë? Kush do bëj tatu? Ne kemi peshkun. Unë kemi peshkun ti. E kemi bashkë të bashkë. Do me bëj vizatim. E kemi të vendosur ato, e kemi ndalë punën. Unë i thosha ka sekond, bëni gati. Po mirë, bëj peshkun e kemi bashkë. Nuk kemi un tatuazh me ty o Zhaku tani. Ne vendosëm më drejt. Unë për fermën do bosh. Tani kot. Shi si bën drama kot. Bëj një zhab. Bëj një zhab. Po ne e lam bashkë që do Po jo më bëjmë qaj të thonë. Po nuk bëj tatuazhu me një person kot tani. Ose bëj një peshk dhe unë do bëj një peshk tjetër. Ua mër babi. Po kjo nga na do. Ua mër babi. Jo, për momentin të gjithë në përdhomat për kafe. Dhe në një moment të dytë, kur na vi njoftimi jeni të lirë në living, mund të rrim në living. Mbyllen gjithë gjërat. Ua mër babi si del nga fjala ky. Mbyllen përpara dhe mbrapa, s'kam dhënë asnjëherë fjalën unë ty. Për këtë gjë. E ke shpjeguar vetë. Ua mër babi. Mbyllen të gjitha gjërat, tendat, në the thash. Janë këto filma, tatuazh. Bëjmë tatuazh bashkë. 1, 2 dhe 1 sekret. Jo, aty ku... Më kujtu një poezi shumë e bukur sot. Që është? Sa e shkurtër është dashuria, sa i gjatë harrimi. Sepse në një natë si kjo e pata dashur, dhe shpirti im vuan se ato e humba. Të njëjtat kurora pemësh janë si dikur. To I kemi mbyllur... Zërin e erës dëgjoja në zërin e saj. Me të tjerë ka shkuar, po me të tjerë. Por dikur vetëm e imja pa t'i qenë. Të paktën, këto le t'jenë vargjet e fundit që shkruaj për të. E kjo, dhimbja e fundit që më shkakton ajo. Është Pablo Neruda. Sa e shkurtër është dashuria, sa i gjatë harrimi. Normal. Ka pastaj se kjo quhet Matild. Ka Ode Matildës, po një nga vargjet që më pëlqen shumë është dua të ndjej edhe një herë gurin e thojt tënd mbi ballin tim. Mbi? Ballin tim. Gurin e thojt tënd mbi ballin tim. Po nazës. Jo, është thoj që i duke si gur, i fort, i bukur. Thasë më të kishe këshumë me krasin. Jo. E qa. Hajt me. Si tha, jo me lëngë se grosha supa si herë, jo është marru, për supa në herë. Sorgin, rregullo mikrofonin. O Tirana.
Është interesante shumë, u knaqa duke kërcyer me Lirin, me këto tjerët. Më motivove, faleminderit. Motivova. Është çështje motivimi e gjitha. Se di pse desha ta vizitoj një lule, kështu ta provoj një herë si lule. Pastaj ta shoh, më pëlqen, mund ta bëj. Gjuma? Gjumë? Jo, mos të flej gjumë tani. Kush jemi, vetëm ne, më Hajde. Ti fus brenda se duhet. Qa do bëni ju vetë si tatuazh? Unë s'do bëj gjë. Unë s'do bëj asgjë. Unë do bëj një tatuazh vizatim Fleur de Lis. Është ajo lulja franceze, që është royale. Dhe thash ta provoj një herë vetëm si vizatim. Pastaj, nëse më pëlqen, kam kohë e mendoj. Po vizatimi aq rri 2-3 javë. Me hëna, po. Jo, Kana? s'kam fare. Me kana, po. Me këna e bëjnë, nuk e di. Po. Atëherë që i ka dhe organike, që ka shumë mirë. Nuk është boj. E kështu. Se deri tash s'kam tatuazh. Asgjë s'më ka të nduar ta vë në lëkur akoma. As ti s'ke? Si s'kam, kam këtë, kam këtë. E mirë. Do vendos gërmat e fëmijëve, inicialet, dhe dua të bëj dhe një gjë për fermën, po se di. Tatuazh? Po një gjithë voçkën mi, jo kështu. Ashtu të. Dua të bëj mbase në një gjë, simbol. Po ti do bësh tatuazh? Po, Qa do bësh ti? vazhdimin e kësaj, deri këtu lart. Qyqa sot mi? Po vetëm viza mi kam. Jam fije. Fijet e lullës, e lullkuqes. Ti pas ke punë, të marrëm ne me 2 gërma. Po, s'kam shumë, jo. Kam një hiper gjumë. Kam një gjumë shumë. Gjumë që. Që do bësh ti, Sara? Inicialet e çunave, Okej. edhe dua të bëj një... Se s'kam si fla. Se ti diku, do të thënë dua të voç klau, nuk e Te kam. gishta dhëmbin shumë. E kam bërë te gishti, s'ka dim. A e ke O, bërë këtu, viran. këtu. Këto. E di këtë o Jo, s'kam qef ti- Ti kesh të dy. Ja, se kam Se dosje. ti duhet ta mendoj këtë vend, çështjen e vendit. E kam këtu, me do Edhe ajo mund ta bëj dhëmb. këtu. Po më duket shumë larg, mbase e bëj këtu. Ma, okej, edhe aty është. Se me që kam këtë dorën me tatuazh, Po. mos ta bëj edhe këtë dorën. Po. Vetëm edhe këtu e kam, po Nëse i bën ku duash, po aty është shumë bukur. gërmat e Ose këtu. çunave. E kam zën. Te tjetra. Që ti bësh të dyja. Një Po është këtu. dora djathtë. E, po, Thua? pse është shumë bukur dora Unë nuk shkruaj me dorën e djathtë. Po, mirë. Këtu mund Edhe të që të mbase, bësh fermën, se? po duhet me një detaj me fermën. Për shembull. Po duke qenë se më quajtën dhi, Da, të bësh ato për krenaren. Është shumë e bukur ajo. Ajo më pëlqen dhe mua. Edhe unë dua ta bëj atë. Për se me hir që të quajta dhi, le ta heroit kombëtar. mbarojmë. Të ngeli këtu dam. Jo, ajo është e bukur. Ajo është simbol kombëtar me jone. Për shëndetje kamera. Që më jeni drejtuar. Peshkun do bësh ti? Po pse do bëni peshkun? Sone, rregull. Shkurë kjo. Mos i jep. Mos i jep. Jo, Se jo. too much. Trust me. Po i dhe nesër Mbaroj. e vdekme. Po që e të thëmë? Edhe shiko, unë e kuptoj sepse e marrë si për veten time që ndonjëherë mund ta bëj dhe si shaka.
S'di të ta shpjegoj. Po nuk. Edhe shpjegova dhe. Prandaj jam shumë i qetë me veten. Shpjegova dhe aty. Po, jo pra jo. Pasensi. Ka se, s'ka. Okej. Që të bësh tatuazh? Peshkun? Peshku. Po tjetër apo ato? Apo jo? I gati. Se unë jam peshkatar, unë gjyj peshk. E në Do bëj një marlin, është ai e njeh marlin atë peshkun e shpejt. Që ka atë kreshtën e bukur, blu. Sa të madhe? Këtu do ta bëj. Jo, një gjë kështu, se kjo është dora kallamit. Okej, që ta kesh aty. Që ta kem gjithmonë për fat. Edhe një fije që shkon themi një çik Po, shumë. pesh me gjithë fije. Një fije kështu me një grep që e ka kapur. Okej, shumë bukur. Ose grepi i stakuar dhe ai që po e han. Si ajo që bërë të vizatimi. Paka shumë. Po, e din ata e kam parë. Ose një peshk shpat. Edhe ai është i bukur. Edhe ai është shumë i bukur. Po, ai është i bukur ta marrin- bësh kështu, këtu. Po pra po, për zjati është. Këtu, gjëja. Po, këtu është, për zjati. Ai është i Njerë pa bukur da peshku thënë shpat. ponin, po thash tani ponin. Jo, Po, jo më qa poni. Unë do bëj dhin. Është një gjë, kjo është një gjë që unë e kam. Ponin po e që bëre, gjashtë duhet ta vjeç. ndërtosh. Të bësh një kompozim, se E du s'bëhet vetëm fort një poni të du puf. fort, po jo për tatuazh. Unë do bëj Jo, e për bën po ta krenaren e kompozosh. disë, me që më quajtë në Këtë kompozim, po. Po ti mos e që do shkruash. Lule të vogël që Edhe quhet gërmat e fleur du çunave lys. këtu. Ah, fleur Është de lule lis. royale franceze. Si mund thonë ferma vi për shumë. Skem. Po është shumë e bukur. E vogël. Ku do e bësh? Ato se di, ta shohim. Ta diskutojmë ato, se di. Ndoshta mund ta bëj Te këmba. këmbë. Po ti do bësh sërgin? Jo. Se kom me qef. Se Po shohim më pyetën disa herë dhe thash jo. Në fund fare, mund të rumëndja, thash vizatim qofse, jo me kështu gjilpër. Po. Se e di që vizatimi e hiqet se edhe njërë në një aktivitet na i vizatuan para shumë vitesh, bën gjithë kështu stampa, nuk e di Dancing with the Stars, ku kam qenë duket? Ose ashe duat vizatuar. E mirë, ma vizatuan, hiku ajo për 1-2 javë, dhe Pa. si me shkruajt me dorë, më? Ajo nuk është tatuazh, ajo është vizatim. Fare, kjo është. Vizatim, po. Kështu që s'është gjë. Po shumë bukur e ke ide. Një që të vogël vizatim. Sa për këtu ke firma. Edhe i bëjtë reklam firmës me atë rast. Po këto janë super studio. A shumë? Po, janë shumë të mirë.